my top. Bufia! Gecko! Let's go into the night so they can save the day. Who are these heroes to show you the way? PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. 'Cause the time is the right time to fight crime. I can't think of a rhyme. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks for the PJ Masks. PJ Masks! Kënaqësi apo marifet? Uj, ndjeje, ndjejeni te kërceli juaj, ndjeni gudulisjet e mia, ndjeni për qafim. Marifet apo kënaqësi? Dalo! Wow! Me lësha! Ortizja e keqe, nuk të krijova që të përdorësh fuqinë tënde të keqe mbi mua. Ti e ai që më trembi mua. Sepse kam diçka për të thënë. Çfarë do të më thuash? Çfarë? E po, shoqja ime e vogël me petale. Sot është një ditë shumë e veçantë. Çfarë dite? Ma trego! Sot është Halloween! Halo, kush? Halloween! Kur shokët argëtojnë duke i bërë marifete njëri tjetrit. Marifete? Po, marifete. Marifete ose kënaqësi. Si kjo. Boom! Mua nuk më pëlqen fare ky Halloweeni. Do të pëlqej. Ka shumë kunguj. Kunguj? Po, kunguj dhe marifete. A ka gjë më të mirë se kjo? Provoje. Në rregull. Më duket se po më pëlqen pak ky Halloweeni. Shumë pak. Po kënaqësit ku janë? Ti the kënaqësi ose marifete? Nuk do të duhen kënaqësit. Marifetet janë pjesa argëtuese. Boom! Ma trego! Dhe atë thash që marifetet janë një mënyrë e shkëlqyer për të gjetur shok të rinj? Shok? Me të vërtet? Po, unë kam gjetur shumë shok duke bërë marifete. Ka shumë shok. Edhe unë dua shumë që të gjej shok dhe tani erdhi Halloweeni. Hej, kunguj! Gëzuar Halloweeni! Me marifetet e bimëve të çuditshme të Ortizjas, ky Halloween do të jetë më i miri. Aq i mirë sa do ta quaj Romeween. Më pëlqen. Forza! Një rregull. Askush nuk i bën marifete Romeos. A o morën vesh? Por unë e di mirë kujt i pëlqejnë marifetet. Herojve me pijame. Po, atyre ju pëlqejnë shumë marifetet e këqija, të liga dhe të papritura. Le të fillojnë lërat! Romeweeni do t'i heq qafe ata herojnë me pijame njerë e mirë. Le të shkojmë! Juhu! Ky këtu. Është i bukur. Është kungulli më i madh dhe më i mirë. Ky do të jetë Halloweeni më i madh dhe më i mirë që kemi pasur. Marifet? Marifet! Le të shkojmë! Au! Wow! Au! Po si ndodhi kjo? Ha? Nuk është për të qeshur. Dikujt i duket gazmore. Ishte fshehur poshtë këtyre gjethave. Këtë e ka bërë dikush, ose gjithçka. Këto janë gjethe nga një kungull. Dhe shikoni, këtu janë shenjat e kungujve. Kungujt, por jo kungujt do si do. Kungujt të këqinj Halloweeni. Marifetet kanë nisur herët këtë vit. Heroj me pijame jemi... super gati? Drejt natës për të shpëtuar Halloweenin! Nata në këtë qytet dhe një grup sypatrëmbur me heronj është gati të përballet me ligësinë e urryer për të ndaluar ata. Po! Gregu bëhet
Gecko! Connor i bëhet. Djali macor. Amaya bëhet. Bufe! Herojt me pijame! Çfarë kemi sot, robot me pijame? Një natë me horror Halloweeni? E bukur kjo roboti me pijame, por ka ndonjë keqbërës vërdall? Çdo gjë është në rregull. Nuk po ndodh asgjë? Kjo nuk është e saktë. Është Halloweeni. U lodhëm kot me disa gjurmë kungujsh. Për kokën e mustaqeve. E hapun. Tani po që filloj. Nuk ka asgjë këtu. Kushdo që po na bën marifetet, shumë për të qeshur. Wow! Ha, kunguj. A je mirë, djali Maçok? Po, thjesht e lashe kunguj Strazovac. Po ku janë ata? Halloween! Orticia, sigurisht. Kungujt e Orticias. Tani e kuptoj pse po bëjnë marifete. Dhe tani koha për marifete të tjera. Marifete bimore. Jo, Orticia! Mendova se Orticia ishte bërë mirë. Edhe unë, por tani është një fanse e madhe e Halloweenit. Duhet ta ndalojmë përpara se marifetet e saj të bëhen më të këqija. Shikojeni këtë. Bufe! Pjegje e bukur. Ishte pak për të qeshur. Hey! Më fal. Bime, të keqe. Ardhuca lëvizëse, sa ere keqe. Marifetet e Halloweenit janë kaq argëtuese. Heronjt me pijame nuk po argëtohen. Mendova se do kënaqeshin. Po bëni pak pushim nga marifetet e Romeuinit? Jo, do të bëj më shumë. Ha? Kjo do t'jetë e bukur. Wow! I Largoni nga unë. Oh, më piskoj! Marifet argëtues, a? Ti, supervajza e keqe e bimve që unë krijova, ky është marifeti më i keq që mund të të vinte në mendje? I keq, por marifetet janë argëtues. Kostumet e ti. Por këtë vit është Romeuin. Dhe marifetet e Romeuinit duhet të jenë edhe më të këqija, sidomos nëse duam të heqim qafe heronj me pijame. Gjë që e duam. Fiksa atje ku i doja. A nuk e ndonjë marifet të keq në një vërtet të ligë të frikshëm të shëmtuar? Ajo fuqia keqbërëse me të cilën të solla në jetë nuk duhet të shkoj dëm. Jo, më pëlqejnë marifetet argëtuese. Nëse nuk do të përdorësh fuqinë keqbërëse që të kam dhënë, do ta bëj unë. Si thua sikur të përmirësojmë pak marifetet e Romeuinit, të argëtohemi vërtet. Si? Nga kjo anë. Ura! Orticia! Wow! Marifete argëtuese? Sigurisht. Pse nuk i hedh një sy? Wow! Tauda! Çfarë?
mund ta vjedh fuqin prej keqbërëse dhe të bëj marifete shumë të këqija për heronjt me pijame. S'është e drejt dhe jo argëtuese. Është argëtuese për mua? Dhe ja ku vjen pjesa më e mirë. Tani mund të filloj vërtet Romewini. Po më hyn në zemër ky emër. Viktima ime e parë! Ha? Çfarë? Nuk mund të jetë sakt. Aha! Romewini ka vetëm marifete, jo kënaqësi. Wow! Kjo më pëlqen më shumë. Çfarë kënaqësie? Dua të them marifeti. A më kupton ku dua të dal? Faleminderit për fuqitë tua të bimve, vajza Bim. Tani ti rri aty ndërkohë që unë shkoj ti përdorte një tufë me viktima jo dyshuese. Gëzuar Hollow, dua të them Romewin. Prit, mjeshtër. Ndalo, Romeo. Heronjt me pijame. Më ndihmoni. Kënaqësi apo marifet? Pjesa 2. Largo! Ikandej! Duhet të gjej Mortician dhe t'i themi të mos I lejoj më kungujt kështu. Veshët e maqokut. Ndalo, Romeo. Nuk është Orticia ajo që duhet të ndalojmë. Pas kësaj po fshihet Romeo. Heronjt me pijame për t'ju shpëtuar. Orticia! Romeo I ka vjedhur fuqit. Le ta nxjerrim që aty. Ma lini mua këtë. Super muskujt e Gecko! Gecko! Do është ajo. Të thyejmë këtë fushën e forcës. Përpara se Romeo të argëtohet më shumë se duhet. Me fuqinë e ligë të Orticias në armën time, Romewini është më I bukur. Dominimi I botës ja ku po vi. Ha? Një mall e shishme. Sa bukur është të shkaktosh të lashe. Kjo ishte Ninja Lino. Bukur dhe pastër. Një ninja elastik është një ninja I shkafur. Sa argëtuese dhe sa fuqi dhënse. Këtë të mbaroj tani. Marifetet janë kaq argëtuese. Më duhen disa ndihmës në fakt. Ndaj po, pse jo? Le të shohim se çfarë mund të bëjnë tjetër kjo. Ndoshta u duhet një dozë tjetër. Ha?
Këtë e barakastile. Më duket se ky Halloween do të bëhet Hallo Gjigant. A jeni gati për disa marifete ju kunguj të vëdhenj? Kjo më pëlqen shumë. Forca, le të gjejmë heroin me pijame. Super shirita të maqokut! Tani është mundësia jote, Gecko. Super muskujt e Geckos! Jam mirë. Ortisja! Çfarë ndodhi? Romeo tha se marifetet e mia gazmore nuk ishin mjaftueshëm të liga. Ai më mashtroi dhe më vodi fuqinë. Ai është një keqbërës Halloweeni. A e di, Halloweeni nuk është vetëm për marifete, Orticia. Ka edhe kënaqësi. Marifet apo kënaqësi? Po, pikërisht. Por çfarë janë kënaqësit? Romeo nuk ma tregoi. Sigurisht që nuk tregoj. Kënaqësit janë më të mirat. Kënaqësia është ajo që merr kur bën gjëra të mira për të bërë një mik të ndihet mirë. Sikur i ndihmon. Ose thjesht bën këtë. Një përqafim është kënaqësi. Kënaqësit janë të mira. Më pëlqejnë kënaqësit. Faleminderit, heronj. Më duket se dikush po bën prapësira. Forca! Kunguj! Jo! Ata nuk të dëgjojnë dot. Duhet t'i ndalojmë. Dhe duhet të ndalojmë atë që ka kurdisur gjithë këtë. Romeo, ai po kontrollon kungujt të tu, Orticia. Kungujt janë bërë me Romeon? Oh, po! Pse të ke vetëm 3 mega kunguj kur mund të kem një ushtri të tërë Halloweeni? Kunguj gjigant të padobishëm, shikoni çfarë më detyroa të bëj. Ne duhet ta largojmë atë armën nga ai. Duhet ta mashtrojmë. Halloweeni sipas stilit të heronjve. Shpejtësia maqokut! Super kamuflazhi Geckos. Romeo! Jam këtu, Romeo! Nga kjo anë, Romeo! Heroin me pijame. Fiksa atje ku i doja. Wow! E ka pun, mjeshtër! Upsi! Ka shumë pengesa! E mora! Për mustaqet e maqokut! E po përshëndetje sërish. Juhu! Do të dëgjuaj vajza me pen që të bëhesh e keqe dhe të jesh në anën time. O, ashtu? Ndim! Ta hodha! Po më harxhon fuqinë e lig. Bëj mirë ta përdorën mbi këta kunguj. Bu! Wow! Kapet djali maqok. Hey! Ta odha! Ha? Ajo është një armë gjojash. Kjo është e vërteta. Marifet klasik. Ha! Dhe ju e hëngrët. Tani, çfarë po thosha? Oh! Wow! E kapa! Paci, paci! Pa merak. E ka pun. Ha! Ejbja! Mos je ka që sigurt. Ha? Çfarë? Wow, wow! Një tjetër marifet klasik. Dhe këtë herë e preti. Marifet, marifet, marifet. Marifetet nuk janë të mira. Kungujt e mi duan kënaqësi. Çfarë po ndodh? Marifet ose kënaqësi? Tani nuk është momenti i dur, Orticia. Jo,
dëgjo! Marifetet e heronjve me pijame nuk po funksionojnë. Si thoni për kënaqësit? Kungujve ju pëlqejnë kënaqësit. Ndjeni ujin, ndjeni në kërcelin e kungullit. Ndjeni gudulisjet dhe përqafimet, pastaj shkojmë për shëtitje kungujsh. Çfarë po ndodh këtu? Kunguj, më jep një armën time. Ma jep. E shikoni? Kënaqësit I mundin marifete. Çfarë do të bëj me këto? Ma jep fushin time mbrapsht, të lutem? Kënaqësi, jo marifete. Miqtë mi të dashur kunguj. Dhe shokët e tu heronj me pijame. Ju heronj jeni shumë koti, po iki që këtu. Mjeshtër, më prit dhe mua, edhe unë dua disa përqafime. Faleminderit, paqim heronjt me pijama. Forca kunguj. Shëtitje. Shpëtuam edhe një Halloween tjetër. Heronjt me pijame, bërtisni, ura! Wow! Mos! Ndim! Më shpëtoni! Ku është futur? Romeo, do të kapim! Jene të lashe të mëdha. Pak ndim për një gjeni të ligë? Ska shanse. Por ne do të lëm të largohesh. Vazhdo pra. Karamelja jote mund të jetë dish që jemi I keqi nga të këqinjt. Vërtet? Sa të mirë. Faleminderit, Djema. Ku është ai? Ku është Romeo? Do t'ja tregojmë ne qefin ati. Shkoj nga kjo anë. Mendoj se e pash. Ashtu! Unë do të shkoj nga kjo anë. Heroj me pijame, bërtisni ura. Sepse gjatë natës shpëtuam Halloweenin. Doni të thoni Romeo-winin. Ja ku është? Jo.